me formu ekip e një farë rezistence të padukshme si femen e asaj kohë, do më thonë e re, me i thy do tabu nuk ka qenë lehtë. Kështu që kom fillua, apsoj, apo fitoj, nuk më ka interesua shumë. Jëm pajtua, mos mu pajtua tjertë me mua. Edhe kur ti pajtosh që tjertë mos të pajtojnë me ty, po e kom ditë që një ditë ata do të më kërkojnë edhe do të më falenderojnë pse i kom ba, do më thonë, ato performance, apo me një farë guzimi, sepse është kanë guzim natyrisht, sidomos në vitin 97 me dalë një profesoresh Universiteti Nuda, edhe me i bo një farë performance, edhe me i bo një farë video. Kështu që kur e kom paraqit në publik, ku me du që do të më gjujnë me gurë një pjesë, ka pas një pjesë shumë e vogël që më kupton. Mirë po Ballkani është i tillë, ju e dini edhe këtu me dalë ashtu në reagime një, si këtu si në Beograd, si në Zagreb, se jemi me një mentalitet tillë. Edhe natyrisht si femen. Të gjithë më bëjshin s'ka për t'u afru kush si mashkull. Krisht aty ku është rreziku, aty provokohena. Edhe aty fillona me kenë edhe me mendua ato gjithmonë që artistet kanë qenë gjithmonë opozitet të këqijave. Kanë qenë edhe për kur kanë qenë rastet, do më thonë, sociale, që kanë qenë mandej edhe ekonomia, edhe mënyra e menaxhimit të jetës tonë mrena një shtëpie. Do të thonë një shtëpi e vogël, pse duhet gruaja? Unë jam feministe në atë mënyrën reale. Do të thonë gruaja e burri me kanë gjithmonë kontinuitet. As gruaja mos me kanë burrë dhe nuk ju marr shumë me këto tema, sa jam marrë me tema për me dhënë një farë guximi, qoftë femnat, po qoftë edhe mashkujt. Kur ti diçka ndin që don me ba, nuk vritet kërkosh. Ne artistat jemi ata që mundem 7 zemra me pikturu, po nuk e damtojmë askën. Nuk jemi si në medicinë një zemër edhe vdes. Kështu që krejt ato që ka keni pa, grafitet e ndryshme që janë kanë, që keni pa mandej edhe montazhin që me një karikaturë. Krejt ka qenë një provokim pse femna më këshyrin mes këmbëve. Femna le të këshyrit këto. Ajo që ka këshyrit është dëshirë e dy personave, a i bajnë ato punë, gjithmonë njeriu ruan diçka për veti. Kështu që është shumë e vërtet, edhe po më pëlqen shumë mirë që i keni kuptua se adasht ka herë dhe me grith me thoj. Natyrisht, ekonomia, rrugat i kishim të vogla në atë kohë, më vonë. Do të thonë, o kanë një farë rmuje. Erdhen edhe për çdo ditë vishin gjërat e reja, rregullat e reja, ndryshe prej këtyre 2 viteve, natyrisht.